Pak më të devijuar e kam. Të ti e di që unë këto i ndjek, po nuk i komentoj, por nga gjithë sa u folë këtu dhe nga gjithë sa kemi parë, pra sjellja e Amerikës ki shkoj mbrapa karrocës Netanyaut në luftën me Iranin dhe sjellja e Amerikës në Gaza. Për ne në botën tonë të vogël, a duhet shtroj një pyetje? Jo, do vi këtu. Jo atë a duhet të rendim prap pas kësaj propagandës pak debile që të Amerikës vlerave, ne jemi aleat të Amerikës vlerave, ne dëgjojmë se që thot Amerika, a mund të flitet më sot për një Amerikë të vlera? Do me thënë. 70% e Amerikanë në kundër. Do vërtasin për Amerikën këtu, si vërtasin për Kinën, si vërtasin për Sovjetikë. Jo, Amerika nuk është vetëm presidenti, po një Amerikë që prodhon për gjysmë shekulli administrata që sillen ashtu në lindjen e mesme, që njerë sulmon kot Irakun, e pastaj sulmon kot Iranin, e pastaj pranon genocidin Gaza, shkuptim ka Amerikë, pa tjetër që mund të ketë njerëz me vlera në Amerikë, po për Amerikë të vlera, Amerika e vlerave ka vdekur. Edhe shumë qeveri. Ka Amerikë të interesave dhe duhet jemi të qartë. Forca Amerikane ne nga ka dhenë qlimin e Kosovës. Dhe ka dhe plot vende po iku më preqe e tani sa vjetu bëmë. Forca Amerikane ka diktuar zgjidhje ne e ka dhënë. Por lindjen e mesme është tjetër, po jo të gjitha qeverit janë sjellë me lindjen e mesme. Dhe ne mund kemi qenë në anën e kombe me fat. Por në qoftë se Amerika do e kishte këtë parim, mund ta kishte bërë dhe për kurdët njësoj si që bëri për kosovarët. Dhe edhe në rast në Kosovës nuk mund të flasim kaq kollaj për Amerikë të vlerave. Është Amerikë e interesave që në një moment merr një vendim të saktuar dhe vendimin e pa dyshim në Kosovë, që kishte? Kishte vetëm një interes, që shtypeshin drejtat e lirisë e një populli. Po, këtë pra ta rëzon, sepse edhe atyre fëmijëve në Gaza jo i shtypen të drejtat, po i merret e drejta e jetës. Edhe atyre kurdve i shkelet e drejta. Po pra, do me thënë, por kjo pyetje shtrohet në mënyrë ciklike, por unë prap mendoj që këtu në Shqipëri kemi një lloj fanatizmi. E ka thënë Amerika e vlerave. Ne e atashohemi Amerikës vlerave. Amerika e sotme është Amerika e anti-vlerave që po e çon botën drejt një lufte botërore. Ne referojmë vlerat e Amerikës ose Amerikën e vlerave. Ne po bëjmë kritik për, edhe kemi bërë një 5 emisione, nuk është i pari, ju s'keni qenë. Kemi folë në kështu, që ditën e parë, s'ka pas arsye. Nuk kemi gjetë arsye të kjo luftë, dhe kur s'gjenë arsye, atëherë që të thush, pra, për asnjë konkret është ky qëndrim, por nuk mund ta përgjithsojmë, themon, sepse ka fakte që kundërshtojnë njëra tjetrën pa fund. Dhe Amerika ngelet e vlerave për atë që është liria, pikspari për vlerët e lirisë. Jo, Andi po thot se ka dy standarde po pyet. Se ka dy standarde po. Si vetmi shtet, nga që ka liri rëzojnë presidentin. Një popullsi me bombë atomike. Nga që ka liri rëzojnë ata presidentin. Kurse vendet ku s'ka zgjedhje, nuk paguajnë as haraq. Bën Tiananmenin s'nova asgjë, se paguajnë kërkush. Sulmon Afganistanin, sulmon Ukrajinën. Kush e paguan në Moskë, për shembull, gjithë agresionin rusë? Amerika, kjo është e vlerave. Po njëtën gjë që bën Putini, që është autokrat, diktator në Ukrajinë, njëtën gjë të bën edhe Netanyahu, që është demokracia e vetë me lidhje të mesme. Netanyahu ka qenë në opozitë, ka ardhur. Nuk e ka bërë vetëm Netanyahu, është bërë në mënyrë permanente nga 48-a ndaj atij populli. Ata që e kanë bërë nuk kanë. Edhe kjo demokracia. Nuk i kam numëruar, po s'dikush kam mbështetur më shumë diktatura Amerika apo krahasimi tjetër. Të njëjtën gjë bën te Irani me atë që e vrau në shtëpi, edhe Putini. Ka qenë vetë. Se ndryshe me Putinin. Po kush ka mbështetur? Ky është apo standardi? Standardizim. I shtron qylymë të kuq Putinit. Prandaj ndodhet këtu.
Ajo që shtroi zoti Bushati, domethënë është thelbi i diskutimi që duhet bërë dhe ne do ta bëjmë afër apo larg, sepse po ndryshon rendi që ka qenë ekzistues. Dhe çështja nuk është a duam Amerikën apo se duam dhe si ta duam Amerikën, a duam Rusinë apo si se duam. Çështja është një shtet ka interesat e tij, përfaqëson interesat e popullit. Në këtë moment caktuar, me këtë që po bën presidenti Trump, pavarësisht se nuk jemi të përfshirë direkt interesa, po themi, a është kjo mbi të cilët janë krijuar interesat, mbi të cilët janë bashkuar interesat e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara? Jo, nuk është zotëri. Dhe trim drejt, ky lloj mercenarizmi propagandistik është i dëmshëm. Ne sot e shikojmë Rusinë si kërcënuese ndaj Europës, apo jo? Po mos harroni që Rusia Stalinit shpëtoi Europën. Janë e njëjta Rusi. Pra ka fragmente, ka momente kohore, cilët vetë shtetet devijojnë nga vlerat e tyre. Dhe ne këtu po flasim. Ne nuk po flasim që të prishim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po flasim, a janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? A i qëndrojnë atyre vlerave për cilët ne kemi dashur t'i arrijmë vitet 90, ose dhe para viteve 90, po arritëm? Jo, zotëri. Boshti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me vlerat e qytetërimit perëndimor dhe amerikan ka ndryshuar shumë, por nuk ka ndryshuar ditët e fundit. Dhe ne duhet na bëj, nuk po them, Ditët e fundit është dukshëm. Duket. A të them diçka? Ndoshta duket e rëndë. Ti po flet pra. Po bie mo zotëri, po bie. Po bie. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bien për shkak të vlerave që kanë hedhur poshtë, jo për shkak të luftës që ka humbur. Do të them edhe një fjali, meqense hap. Po bie autoritarizmi, autokracia, apo po bie demokracia? Ndikimi politik botë, si fuqi. Ne themi që humbi botën arabe, po e humbi botën arabe, do thotë bie ndikimi. Them vetëm diçka fresh, të lutem sa ta mbaroj dhe nuk duhet marr më shumë. Në vitin 1956, Britania humbi influencën e vet në botë dhe dikush ishte Chelsea? Humbja e Suezit. Në vitin 1956 humbëm Suezin dhe mbaroi ndikimi i Britanisë në botë. Tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës po humbin Hormuzin. Dhe ky është problemi, se këto janë korridore, këto nuk janë korridore tregtare, këto janë korridore politike. Një moment që kanë influencë shumë të madhe. Argumenti që përdorni ju, domethënë ka të bëjë me humbjen e influencës. Po. Por nuk ka të bëjë me, përse Britania e Madhe, vërtet ishte perandorisë është më, po është një vend demokratik. Patjetër. Është një vend vlerësh. Mund vi aty, pastaj edhe atje mund ndodhit në ndryshim, sepse ndodhin. Po vend vlerash, demokracia dhe ka qenë edhe gjatë kohës kur kolonizohej me këtë politikë dhe po humbasim. Në Indinë, por sot për shembull akoma ka fuqi vota dhe liria. Kjo është vlerë, nuk flasim për vlerë. Marr një shembull, neve shqiptarët bëjmë shumë mirë. Edhe deputetët e Iranit me votë zgjidhen se keni bërë votën, domethënë, gjitha ne me votë zgjidhen në burr. Edhe Kim Jong-un me votë zgjidhen në burr. Në Iran s'voton. Është problemi te vota, është problemi te vota. Po dhe në Ungari ka filluar të mos bëhet votë dhe si do ta themi pak minuta më vonë, edhe presidenti Trump, dhe presidenti Putin, edhe kinezit, o Toni Bushati, janë bashkuar zgjedhin Orbanin. Fiton opozita, sepse në Ungari fiton opozita, kjo është fuqia. Të mbetemi presh në një moment të rëndësishëm. Ja, sa qëtoj vetëm një moment. Sigurisht që përjetimet tona historike, të marim një gjë konkrete. Për Amerikanët, nuk mund t'jenë si që kanë Arabët përjetime historike, sepse neve i kemi pozitive përjetimet dhe bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, po të pyesësh një Kilian, që ka përjetuar grushtin e shtetit Salvador Allendës, dhe kur u ngrit në pushtet fashisti Pinochet, atëherë, prandaj përjetimet tona janë shumë pozitive dhe duhet ta ruajmë këtë pozitivitet. Duhet ta ruajmë, nuk po them mos ta ruajmë këtë pozitivitet, marrëdhënie, por neve kemi nevojë për pro-amerikanizëm të logjikshëm. Dhe jo për histerizëm, ky është problemi, këtu duhet ndarë. Gjykoj unë. Që e kem patë gjithmonë, e kem patë me kinezët, e kem patë me sovjetikët, e kem patë... Këtë gjë po bënde tani me Amerikanë. Mercenarizëm. Me këtë lloj mercenarizmi që bëj fotografi me Amerikanët, cili këtu që të marrin pushtetin, politika të fitoj të betë, politikanit të betë deputet, a i të betë kryeministri. Ja le të ndalojmë konkretisht e kjo gjë. Pa kaluar edhe një gjë se mu kriju një diferencë me Preçin. Preçin mbrojti këtë idenë që ne mbrojmë vlerat e Amerikës si një vend demokratik. Po, Amerika është relativisht demokratike, vend i lirive. Problemi është që unë e shoh gjithmonë të përkthyer me Amerikën që përjetojmë ne.
këtu të mirat ose dëmet nuk i ka bërë vëndi lirive, i ka më bërë administrata apo personazhet caktuara. Për shembull, po them unë, Saliu mori mujahedinët dhe thoshe, Amerika, ana tjetër, Taulant Balla dilte dhe thoshe, ne nuk pranojmë asnjë ligj nga non grata, se këte ka shpall non grata. Pra, administratat amerikane nuk janë produkti këtij vendit abstrakt lirive. Mund të jenë diktatoriale, të korruptuara, keqdashse, pa vlera. Prandaj ne sa here përkthejmë Amerikën në realitetin ton, duhet i kemi të gjitha këto parasyshme që Amerika është e gabushme dhe kur superfuqit gabojnë, shkatrojnë katastrofa. Amerika është e gabushme dhe diferenca që bën Amerika ndaj vendeve tjera autokratike, i partjakë është se njeh gabimin. Pra, mbili madhështia... Dënohet gabimi me vote ka fjallën. Që ndron në kapacitetin për të njohur gabimet e vetë. Po, pra... Pra nda jemi në pozicionet... Unë them, pra, është bërë 2 vjet debat në Shqipëri, dilte gjysma e PD zyrtare dhe thoshin, ne nuk bëjmë kuvënde anti-amerikane se nuk e diskutojmë ne non gratën se e ka thënë kjo Amerikë mund t'jetë e gabushme. Dhe të ngreje tani këtë temë, duke folë ose po se për ta heqin non gratën, mos e ka heq vende tjera. Si që shkon teza? Do dikut. Ku shkon teza? Nuk po flasim se si reflektohet të politikanë shqiptarë, po flasim për një gjë më të madhe. Vetet e Bashkuara të Amerikës i udhëheq kushtetuta e tyre, i udhëheq Senati, i udhëheq Kongresi. Jo, po problemi është se ato që janë palë e non-gradës, që janë partinë e non-gradës, kanë tjetën retorikë. Po, miku im, falë për më të merë. Merë dhe ata. Po flasim si perceptohet dhe si përkthyen në Shqipëri. Kushtetuta, amendamentet, liria shtypi, si kërkund, le të bëjmë përgjithësime po të ymë që konkrete preç. Pavarësia e gjyqësorit ka sfidu Donald Trumpin 3 herë gjykata që ka taktu vetë. Do thotë që vdik shteti Amerikan, ma nuk po themi këte. Pa tjetër. Roli, influenca si e. Ka probleme serioze, po themi. Sepse leadershipi sotëm kërkon të mbështetë, a i është 8% për para kandidati opozitës në Ungari. A i do bëj një autogol. është një nga autogolet e fundit që të bëj. Jo, thot Trumpi, mua më përqen kë. Jo, thot Putini, një lloj si Putini. Po do t'i vresin fushat më. Do s'bresin pak në poshtë. Tani, paqja preç, ka shumë mundësi të vendoset. Sepse, më shkruan një miku i emisionit, 1 minutë. Më shkruan që Trumpi thotë e shtrequr sepse një grup i madh senatorësh kanë thënë se në qoftë se a i do godas Iranin në atë mënyrë si thoshte, do bëjmë impeachment. Presidenti do të gjykohet për krim kundër njerëzimit. Krim njerëzimit, patjetër. Do të gjykohet për krim kundër njerëzimit. Dhe, do me thënë, është momenti që a i po të rriqet nga kjo luftë.